që pasaj të lë ty fjalën të flasësh, të jap ty fjalën të flasësh, të na i dekriptosh. Albanian. Bienvenue en Albanie. Dobrodošli u Albaniju. Benvenuti in Albania. Bem-vindo à Albânia. Carlos Interest in Albania. Bienvenue en Albanie. Albania'ya hoş gelmişsiniz. Bienvenue en Albanie. Welcome to Albania. Välkommen in Albanien. Witajmy w Albanii. Welcome to Albanien. Welcome in Albania. Ata që ishin komplet lëngëzonin nga qefi. Inteligjencë artificiale që? Po, lëngëzonin nga feqi, nga qefi, nga idetë që ka ky për t'i joshur dhe për t'i hedhur sirën. Ka ko që e bënë në fakt, po pra. Kulla, po ta vëshre, ky Merci që vetë ky Gjermani, Merci, ishin shumë që e thamë, po ky Merci u dalluaj që dhe i tha, një moment, mandati 4, i tha, urime. Ma more mandatin e 4, urime dhe e shifte këshu, e shifte si, sa dhe është i gjata i. Të njëtë një gjata, të njëtë në adhurim, demokracia i prullet e autokracis, e kanë dhe për Orbanin. E kanë për gjithë liderat që zgjasin të kujtes të vetëm, jo në koalicion, të vetëm, ka që shumë. Leta themi të vërtetër. Sot klubi i Europës, i Bashkimit Europian, nuk është gjithë tjetër, verse një klub të doptish, dhe këtë ma ke mësuar ti për vesh tjerave, e ke thënë ti në shumë aspekte, po dhe në këta aspekt, kulla. Pra ta adhurojnë të fortin, do doni të ishin si Ramsi, Makroni po i bie kokës me grush, që ka vetëm 2 mandate. Makroni që është ka që rritë, dhe që ka 6%, është tortur. Dhe që nuk ja van njerin shtetën e vetë anisë, sepse është partije e tretë, partije e Makronit. Po, në shkutër e Qemeti, kur e shikon kështu për samitin ndërkombëtare, Makroni duke si shumë i fuqishëm. E sonde për darkë pallat brigadave me Ramsi. Po pra, e vërteta cila është, këta adhurojnë të fortin, dhe Ramsi e di këtë gjë. Dhe çfarë bën? You have zero, valla. I thotë ja kush jam unë. Dakor? Ata nuk duan të dinë se Ramsi vjedh votat apo jo, ata dhe mund ta dinë. Po nuk ju rruhet fare, atyre të intereson fuqia, the power, forca. Të moralet i miri i keq, i drejt i pa drejt. Hajdut ju hajdut, as këte ju hynë dhe këte ju dalin. Kjo është analiza ime, cinike, por unë mendoj që është e vërtet, dhe duhet ja themi njerëzve, kjo është detyra jonë. Ti kulla sot tu nuk je për këtë në fakt. Je për të na thënë, çfarë përshtypje? Ja, le tani po jep. Ky është njëti imazh, po kam përshtypjen të kesh imazhe të tjera që kulla të na i komentojë, dhe na thotë na dekriptoj pak. Pse ky samit që s'ka lidhje fare me Bashkimin Evropian është i komunitetit politik që ka shpikur Makroni që në fillim të luftës në Rusi-Ukrainë, nuk bën asnjë vendim, domethënë, po thjesht disa rezoluta dhe kaq. Shpa asnjë vlerë në thelb ky samit. Po është një show, është një dhuratë e madhe që i bëri prap Europa Edi Ramën, 2 ditë pas zgjedhjeve. Më ishte planifikuar përpara. Ç'është si ka pa, mund ta bënin para 11 majit ata, e lan pas. Po më tash. Po më tash. Tash ajo bë s'ka lidhje, ajo bë ata s'donin ta bënin përpara që mos i quajë nder për zgjedhje. Po ndërkohë ka dhënë para vendimit OSBE Odirit. Po dakord, më ç'lidhje ka vendimi OSBE Odirit me Samiti u la. A certifikojnë zgjedhjet? Samiti, shiko, Çan. Fakt Çani kemi dhe një urim për gëzim. Po ta bënte, po jo pra tash. Një urim për? Një urim për gëzim, është. Pa jepi, ja një sekondë, ti dëgjonte pastaj do të flasësh. Jepi, Ledion, ta shohim. Now it's an honor on behalf of the people of the Protectorate of Albania to give the floor to the Italian Prime Minister and Protector of our country, Giorgia Meloni. Dear colleagues, good morning everyone, and let me say thanks to Eddie, not for being a protectorate, but for his warm hospitality and the summit, and also for making me feel very young again with that video he showed in the inauguration. And I want also to congratulate Eddie for his absolutely unexpected re-election as the leader here of the Albanian government. I'm happy that Europe will continue to count on his spirit and his determination. Unexpected, të papritur. Unexpected, po ishte me ironi. Ç'kuptim? Gjë më thënë e papritur. Ishte një gjë që e pritnim tash. Meloni ishte humor. Meloni është e para që e uroj tash. Mos u. Jo, s'është gjë unë. Pra që e prisnin domethënë. Sigurisht që prisnim çfarë. Ledio, kemi tjetër para se të flasim kulla? Do jepni ku.
Jo, këto të dy. Ne kemi bërë sondazh këtu apo? Kulla, ç'mund të them për këtë samit? Që unë më vjen keq se nuk dua të ta ul rëndësinë e samitit, por nuk është një samit vendimarrës. Thjesht, jo, kemi këto dyja vetëm, kemi edhe foto, vlla, Zelenski duke marrë Trumpin nga samiti i Tiranës. Mund ta nxjerrësh pak? Që t'i japim të gjitha, pastaj të lëm kullën, vlla, dhe kulla bën një overview. Bën një shikim nga lart kullat që ka zakone, kupton? Po të shoh mirë të gjitha. Çfarë lexon atje Ledio? Jepi Ledio. Fola së bashku me president Macron, kancelarin federal Merz, kryeministrin Starmer dhe Tusk, diskutuam për takimin në Istanbul, fola me presidentin Trump, thot. Ukraina është gati të ndërmarrë hapa më të shpejt mundshëm. Lo me ka fol me Trumpin telefon. Jo, s'ka fol vetëm ai, kanë fol gjithë ata bashkë. Po. Se ki parasysh që Ka fol gjithë, i ka me viva voce. Po, është me viva voce. Të gjithë ata po flasin me shefin. Me shefin e madh. Po normal, sepse ata vajtën, Trumpi përgatiti me shumë mundim takimin në Istanbul. Zelenski e praktisi, thashë një Jo, se praktisi pari Trumpi, nga që vajtën këta në Ukrainë javës që shkoj, pas asaj që kështë bërë Trumpi, në momentin që u pa që Putini nuk vajti, atëherë edhe Zelenski nuk vajti, dhe takimi u bë, po ishte në nivel më tullit, po do flasim pastaj për takimin. Qartë. Dhe tash ideja është këta që quajnë koalicionit të vullnetshme, në samitin e Tiranës, u detyruan të marrin Trumpin telefon dhe t'i raportojnë për Stambollin, si me thëmë për dështimin e një takimi drejt për drejt Zelenski-Putin. Dhe në njëtën kohë, kryeministri i Italisë, Giorgia Meloni, Ne do flasim për ato. tha qartë që ne s'kemi ndërmend të çojmë trupa në Ukrainë. Kështu që Për samitin kullar, ç'mund të themi për këtë samit? Ti ishe vetë prezent, bile kemi edhe një foto tënde me Renzi, me ish kryeministrin e Italisë, po, që Ledio do e tregoj tani. Ja ku je. Ju ka rënë kjo gjethja para këtu. Pa. Ju duke si baluke. E bukur shumë. Do e thënë kullar që ishe edhe ti në samit apo jo? po, si kështu vëzhgues. Si vëzhgues. Po normal. Po kush të ftoi? Po më ftoi dikush që si ka. Samitin organizon te Rama. Organizon dhe qeveria shqiptare. Po pra, do të kaftuar Rama. Po kështë shumë të ftuar një nga ata që, po jo Rama, s'më kaftu Rama, po s'ta them do të kush. Po pse s'ma thua? Po s'ta them do të që si ka, unë njëri parëndësishëm në samit, thjesht pashet gjëja që. Po ishe shqiptar apo i huaj ky që të kaftuar? Huaj. A i huaj? Kush mund të ketë ftuar Ilir Kullën? Cili i huaj ka bërë të mundur që Ilir Kulla të jetë ky samit, që vinë gjithë ta 47 veta udhëheqësit e Po si ishin 47 delegacione, kështë shumë. delegacione, pra po. Unë them 47 lidera. Tirana e bllokuar atje. Kush mund të ketë ftuar Kullën zënja e zotrinj? Një sekond Kullë, tani se ky është shefi im. Po mirë. Cili mendoni ju kur thot një i huaj e ka bërë që Kulla të jetë atje brenda? Çoni mesazh te 068 20 02 868. Reagoni dhe në Instagram të Zënë e Lirë. Sipas jush, kush? Kush? Është person apo është institucion? Po Kulla? Ikim Ledio nga Renzi. Ç'është është Renzi? Renzi i lezetshëm, ha? Po shumë. E do shumë Shqipërinë. Është muhabetqar. Po, është për person pozitive, do Shqipërinë shumë. Është ata njerëz që do shumë, domethënë. Muhabetqar Renzi i lezetshëm. E dëgjoj kur i ashtu me Lonit atje. Ka shumë kështu edukate kështu kur Sigurisht, kështu. është vjen nga Firenze, ka hyrë. Ka qenë kryeministër vetë, ka një stil. Para se të ishte kryeministër ka qenë kryetari i Bashkisë Firenze. Po tani nuk ka gjë ndori shkel, ka pak deputet. Ka një parti, po çon si ka, është një personazh me shumë influencë, jo vetëm në Itali, po në gjithë Evropën. Ka, ë? Po, shumë. Tani, çështja e samitit. Samiti kishte 2 pika. Pika e parë ishte, edhe nuk mund të mos ishte Ukraina, sepse ishte samiti i gjithë komunitetit politik evropian. Qa mbeti thelbi nga Ukraina, qa u tha? Thelbi është që ata patën një dakordsim dhe një mbështetje që duhet shku drejt negociatave, pra duhet ndërprer lufta dhe Ukraina duhet shkojë drejt negociatave. Sigurisht to negociatat nuk bën pa shefin e madh. Pa Trump. Andaj e morën në telefon. Po sigurisht. Po dimbje qa i tha Trumpi këtyre? Po Trumpi tha që urime, samiti është i suksesshëm, po këtu duhet të vazhdojmë bisedimet dhe sot u mbrit një pikë të bisedimet e Stambollit, që është ajo. Do flasim bisedet e Stambollit. Okej. Rinë të samiti njerë. Pra, pika e parë ishte kjo, po që s'ka të bëjë me Shqipërinë. Po, pika e dytë? Pika e dytë është ajo që është shkon gjua ku dhem dhëmbi, që është praktikisht zgjerimi i BE-s. Pra,
liderat e vendeve anëtare, pra jo komisioni, që kjo është pjesa më e rëndësishme, treguan që ka një vullnet për zgjerim të BE-s. Dhe kur flasim për zgjerim të BE-s, jo rastësisht u zgjodh Tirana si qendër, do të thotë këto vende të rajonit ton, Shqipëri, Malizi, Serbi dhe Maqedonia e Veriut. Po dhe Serbindi. Këto janë 4 vende, pastaj s'duan të hynë është muhabet tjetër, po këto janë 4 vende. Pa ti thua Ramsi 4. Unë them që Nuk e ka futur kot thua ti kur ka bërë gjithë fushatën, e ka pas sloganin Shqipëria në Unë ta thash edhe në emision, fryn e era sepse ka një vullnet politik për zgjerim. Për zgjerim të shpejt. Kjo për shumë arsye që lidhet me Ukrainën. Dakor, po afati thua ti, duket pra mendon që Ramsi është brenda premtimit, ka një logjik apo ka një logjik që brenda 2027-s mund të mbarojnë kapitujt e negociatave. Po. Dhe pastaj do të votojnë parlamentet. Dhe brenda 2029-s mund të ketë një antarësim, një zgjerim të shpejt të BE-s dhe antarësim të Shqipërisë në BE. Po ti ndërkohë në këtë studio ke thënë është shumë vështirë, ku ke folur për gjëra të tjera. Sigurisht sepse në shumë vendet e Europës, partitë kryesore janë partitë e djathta. Sigurisht dhe ata që janë aty, edhe ata që ishin aty, shprehen vullnetin, por secilin vendet e veta nuk është se do ta ketë kaq lehtë. Po, pra. Makroni që ka një të djathtë. Le Peni partia e parë. Dhe të dy ata, dhe Le Peni dhe ky Melanchoni që është se majti nuk janë për antarësim, nuk janë për zgjerim. Kështu që këto janë problem, por samiti tregoi këtë fokusin të kjo gjëra dhe e treta është që për një ditë, dhe ky është një lajm shumë i mirë, me gjithë ato drejtësitë që mund të qushti autokracia, demokracia etj që për mua janë muhabet e kotit ditën e sotshme, sot që flasim. Jemi dakord, po. Tirana ishte kryeqendra e gjithë Evropës dhe ishte në gjithë kanalet televizive të botës, nga Koreja e Veriut deri në Paraguay, apo Kili, domethënë. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë e vogël, e cila është një vend i parëndësishëm në atë galaktikën e madhe. Duam s'duam ne, ky është një sukses personal i Edi Ramos. Mbarua me samitin kulla? Ky to ishin 3 mesazhet sipas me të samitit. Nesër vazhdon samiti me pjesën ekonomike, është një Se vazhdon prapë nesër. Po, është një pjesë shumë. U tha që Tirana do bllokohet të njëjtët premte, pra do bllokohet nesër. Nesër vazhdon prapë samiti, vjen edhe dhëndri Trumpit mban një fjalë. Vjen nesër ai. Ka personalitete, do mbaj Rama. Kushneri. Po, Kushner, Xherrit Kushner, po. Pra, nesër do marrin vesh shumë ky projekti i Zanit, është projekt serioz apo jo? Po, janë përfaqësuesit nga Arabia Saudite, të kompanive të mëdha, një nga princat, ka nga vende të tjera shumë të rëndësishme, kompani shumë të rëndësishme të mëdha globale të tjera. Do bëhet prapë të ky kapanoni me vizatime që i qendër, ëh? Prapë do të bllokuar nesër Tirana. Pjesërisht, jo me liderët, jo si sot që ka qenë. Pra nesër kush personazh kryesor pritet të vijë që ka rëndësi për nga marrëveshjet që bën me Ramën, që ndihmon pushtetin e Ramës, përveç dhëndrit të Trumpit që është Kushneri. Janë këta përfaqësuesit e këtij, do jetë Matteo Renzi, do mbaj një fjalë. Do jetë prapë dhe Renzi. Po, do jenë këta që vinë nga Arabia Saudite, nga Gjiri Persi. Çfarë janë këta, në çfarë niveli vinë? Nivel të lartë të biznesit. Jo princat e kurorës. Njëri është princ. I kujt është? Nuk është trashëgimtar i Arabisë Saudite. Dakor. Por është një princ i rëndësishëm. Tjetër kulla? Kompanitë mëdhaja të rëndësishme, domethënë nga rajoni, nga Italia, nga Gjermania, nga Amerika, nga Azerbajxhani, ashtu nga Turqia, edhe gjithashtu Greqia që ishte sot e përfaqësuar me presidentin. Greqia iku pra, do jetë nesër. Po iku presidenti, po janë kompanitë. Se kanë me kompanitë këta. Po ka, domethënë nesër është një samit shumë i rëndësishëm nga është dita e fundit që për mendimin tim është dhe pjesa më e rëndësishme, që është pjesa ekonomike. Mbaroj pjesa politike. Do bëhet ndonjë pazar nesër, kuptimi mirë fjalës, do ketë ndonjë marrëveshje kështu ekonomike ndonjë gjë. Shpresojmë, apo është thjesht si panajir. Besoj që do ketë. Domethënë nesër do deklarohet shtyrja e projektit Sazanit përpara, sipas mendimit tim. Me dhëndrin e Trumpit, me Kushnerin, po. Edhe mendoj që Ivanka do viz dim gjë. Nusja Kushnerit, gruaja. Dhe ishte interesante se ka ardhur në Shqipëri, është simpatike, është buguroshe. Ka bërë pushime e tjerë, po këtë se di. Nuk e dim, ë? Por u besoj se ai do vi vetëm, dhe ai gjithmonë me vete mban atë. Se di, ndoshta vjen. Dhe interesante, do japi një sharm ajo po të vi. Shpresojmë që të vi, se gjithsesi vazhdon një ditë tjetër vëmendje Shqipëria. Po pra. Pastaj sa produkt do japi kjo gjë ta shohim, por unë mendoj që është një ditë e rëndësishme edhe nesër. Ulla, pyetje fundit. Ti je dakord apo nuk je dakord me këtë demokracia që bururet e autokrasisë? Ky samit fakt tregoi edhe këtë pamje, që nuk e thon mediat mainstream, po e them unë këtu.
Ti ke mendimin tënd, unë kam mendimin tim. Prandaj po them, pra, je dakord apo jo? Po si jam dakord, zgjedhjet mbaruan, i fituan ata që fituan, tash i ka Sepse ti mendoj që nuk jemi në autokraci. jo. Ti mendoj që jemi në demokraci. Jo, unë mendoj që jemi këtu, sepse këta budallet në 2019 dorëzuan gjithë pushtetin vendor, dorëzuan dhe ata bën ligjet që bën, se kanë bërë 2008 dhe dorëzuan gjithë bashkit dhe do vazhdoj gjatë kështu derisa ndryshoj gjithë muzika. Këta opozita që i peti, këta trinj, nuk u bën bashkë me njëri tjetrin se do dilnin siç theti një 15, 17. Jo, 12 maksimum. O qënë si ka, dhe ky është sistemi, shko shift numrin e votave, dhe ti ke po të njëjtën panoramë si në 2023, po të njëjtën panoramë si 2021. Këto janë rregullat e lojës, komisionerët e partive, se ne kemi akoma me komisionerë numërues e tjerë, kanë certifikuar procesin, u mbyll tash ec përpara. Kaq. Ç'a presin? Ç'a duan? Kujt po ja kërkojnë? Mua dhe ty? Ti e ka fjalën pushteti, sipas Unë edhe ti kemi bërë opozit pushtetit pafund, vazhdimisht. Po pra. Jo, më shumë unë se ti, po dëgjoj, pushteti. Si kemi bërë ndër vite, kemi bërë. O Ilir, po dikur, o Ilir, dëgjoj. Gjithsesi ti thua pushteti nuk ka bërë asgjë që kjo opozitë të bëjë këto gabime thua, nuk ka asnjë faj. Po pse Pra nuk ka ndikuar. Pse fal Nuk ka fut duar. Pushteti ka fajin që këta lëshuan 2019-ën dhe pushtetin vendor edhe parlamentin? Tu kemi qenë. Nuk hyn fare në lojë pushteti thua. Ç'lidhje ka pushteti më? I kishe lënë kot pra fasad atje. Ku fasad? Parlament. Ku fasad më? Ata ishin gati, ishte gati Lulzim Basha për t'u zgjedhur më. Kjo është e vërtetë. Gjithë partitë e tjera ishin regjistruar. Edhe LSI. Pra ti thua nuk është autokraci, po është defekt i opozitave. Është paaftësi totale e këtyre, se s'du të merrem më me zgjedhjet. Kjo është paaftësi totale e tyre. Dhe nëse këta nuk reflektojnë, zgjedhjet e tjera do jenë akoma më. Do kapin 94 ky Karezi. Se di, po unë po të them që po vazhdoj kështu, çfarë i thot njerëzve, mos më votoni, ai votat e vet ai merr. Ato vota që ka pas, ai ka ardhur me 1 milion vota në 2000 kur ishte atëherë 13. Sot është 812.000 ca. 13-ën 200.000 nga ato i kishte nga LSI Aleat që këto, dhe ka sa kishte në atë kohë. Ai mbledh votat e veta. Ta tjerë nuk Po zgjedhin. s'më përshtypje fare ty që sado mirë qeverisi ky, sado të bukur ta ketë bërë të vend, edhe pse ujit e dritat janë kurthe që mbledh, sidomos uji që mban era fekale gjithandej, ti thua prap thua ti, është e pamundur që dhënë mandat vekatët ky të ketë firo, ka vetëm rritje. Këta vazhdojnë kështu. Po mund të marrë edhe më shumë, nëse këta vazhdojnë kështu. Është faj opozita Ore ti kupton që këta ngulën këmbë se kemi bërë këtë bisedë bashkë. Ta ngulën këmbë, duan të votojë diaspora, Çat kam thënë unë, diaspora në Greqi është e gjitha e majt. E gjitha jo, por një masë madhe. Po masë madhe, dhe këta e arritën, dhe ngulnin këmbë dhe ishin bindur që diaspora do votonte këta. Pse rrin gjithë ditën rrjetet sociale? Atë keqen, lera. Unë pres që kjo opozitë ta lexoj mirë këtë rezultat, ka kohë gjithë verën përpara dhe të fillojë një reformë. Mirë, marrim rastin. Nëse nuk reformohen është e kot. Kulla, marrim rastin dhe këtu më duhet analiza jote ta kuptoj. Po. Pa si e shefi. Por 4 mandate ndeti Angela Merkel në Gjermani, harrove? Ka qenë koalicion me partinë ty. Po 4 mandate ndeti. 4 mandate ndeti. Edhe një pra mund të rritet edhe 5. Po pra mund të rritet edhe 5, nëse këta vazhdojnë kështu. Ja ishte në koalicion, o kulla, me partinë e opozitës. Është i të rritur 4 mandate me Berishën brenda, në qeveri. Si po. Po nuk është pra 4 mandate bëri, o çan. Me opozitën brenda, me opozitën në qeveri vlla. Angela Merkel 4 mandate, Andreotti. Ishte në koalicion Angela Merkel me opozitën, o kulla. O çan, Andreotti po, do më dëgjosh ti mua. Andreotti thoshte. Se krahason të gjitha pa krahasuar. Andreotti thoshte, pushteti konsumon atë që nuk e ka. Qofse këta mendojnë që do vinë këta nga jashtë, do shtrirojnë këta këtu, po ne netëm 45 vjetë që do prisim Amerikën të vinë të zbërkonde më ike tani, më ike, dhe si i pari që bën këtë gatres me qëllim. Jo, mos e bën me qëllim. Angela Merkel. Po. Dakord? Edhe ky qeverisi me koalicion një 2 mandate dhe tash është vetëm se me sistemin që ka i merr 71 deputet thjesht. Tash i mori. Po nuk mund ta krahasosh me Angela Merkel pra. 84 se ka marrë, po mund merret edhe 90 me këtë derxhe që ishin këta. Kupton ti që vetëm nga Partia Demokratike këtë zgjedhje rrodhen ja 4 parti tjera. Vetëm nga Partia Demokratike. Pa fol për këta të vegjëlit që ziheshin me njëri tjetrin s'merreshin vesh. Ky sistemi, ky është ligji zgjedhor. Po pra. Tani po them edhe një herë pra. Mani për një moment që bien dakord gjithë që ka pas paregullsi, vjedhje votash, inxhinierim elektoral etj. Po ti ishe ti sot në opozitë vëlla. Po. Mund më thua çfarë do bëje? Nuk do ankohesh, por çfarë do bëje? Çfarë do bëje? Si mundet një njeri kaq fuqishëm që ka kontroll mbi gjithë sistemin? Si mundet elektoralisht? Gjë e parë që do bëja, që do shkoja edhe te ndërkombëtarët, do bëja atë që bëri Sali Berisha në 2001 kur humbi zgjedhjet e përgjithshme atëherë. Dhe bëri një marrëveshje të madhe me Fatos Nano në 2002. Dhe ajo marrëveshje futi ndryshimin e shumë gjëra, përfshi edhe gjëra që kishin të bënin me ligjin zgjedhor,
edhe unë do shkoja t'i kërkoja me mjetësimin ndërkombëtar, do shkoja t'i thoja, ama në ulemi dhe herë, shohim ligjin zgjedhor, shohim hartën zgjedhore, do thoja elektoratit tim e bëm gabim 2019 në iku muhabet dhe do bëja gjithë riorganizimin e opozitës. Vërtet e këti që këto 10 parti opozitare do mundin ato që është vetëm, po i mund gjithmonë ai. Sot rezultati është i qartë. Me 50% votave, ai ka marrë 70% parlamentit. Dakor? Dhe këtë ja e vetëm sistemi zgjedhor. Dhe këtë sistem po ta përsëris edhe një herë ato që ja kam thënë. E bëri me Saliun. Ja kam thënë Sali Berishës. Jam dakord. Studion tënde. E ke bërë ti vëlla. Po. Po se intereson edhe Saliu. E po në rregull atë kështu. Thonë sicilianët një shprehje shumë bukur. Ç'a thon? U provato, riprovato, e inutile che ho provi, che chi ho provi, che ti induccio. Këtë e dialektin e tyre, thua italisht. Il provato, il riprovato, è inutile che lo provi, perché più lo trovi, peggio lo trovi. Që përkthehet? Që do të thotë, të provuarin dhe të riprovuarin, është e kot ta riprovosh, se sa më shumë ta provosh, aq më keq do ta jesh. Ka që thjesht. Po një të një, po më një të një të për këtë. Pa të thua, the same shit nuk shtyhet. Në qëfë se këta vazhdojnë kështu, po kështu më të rës tjetër të jetë më keq. Po. Harta në ke parti si është harta e zgjedhje. Pa. Veriu është PD, gjithë pjesa tjetër është PS. Është si kështu, ma është si prezervativ, po ta Po, përshë. i ke parti leadershipin e PD-s. 6-7 parti janë gjithë nga Veriu, s'ka asnjë nga jugu më. Pa man, kokën e prezervativ dhe ka opozita. Këta kanë trupin. Ky është interpretimi jot. Po ta shohësh altën ashtu është. Po mirë. Është leji lart, është blua e lart, po Tani te kuqe. nëse ne do fajsojmë të huajt perëndimorët, aleatët dhe gjithë Europën për gabimet e bëra në Shqipëri, vëlla, është mohabet koti kjo që s'kemi ç'a them. Okej, gjithsesi ti thua do të projektojmë fuqi apo jo? Ë? Po normal që do bëjmë me më të fuqishme, me këtë do bëjmë, me të doptin, ha tash të lutem. Ti? Jo, ata. Ata. Pa, këtu jemi dakord. Me që më thu demokracia dhe autokracia. Do vinë ata, do bëjmë me këtë, djalin që ishte këtu, ala me djali është këtë. Redi i paparës. Po që do bëjmë me këtë djalin? Edhe një vot ka. Këta nuk e kuptojnë që sistemi zgjedhor është ligj zgjedhor dhe nuk e se duhet futen në një koalicion partitë e vogla se duhen dashurojnë njëri tjetrin. Duhen futet se duhet, se ky është ligji, këto janë rregullat e lojës. Ka i shprehje tjetër ende nga jugu, që thoni ju, Ç'a thon? ortodoksët, kërcen prifti nga belaja çan. Se di, pse e thon ortodoksët? Po, kërcen prifti nga belaja, në rastin konkret, këta duhet bëjnë bas, duhet kërcen prifti nga belaja, se është e vetme mënyrë. Ta humi 7-8 mandate se s'flasim me njëri tjetrin. Ç'a ti thosh tash këtyre? Domethënë, Sali Berisha dhe Fatos Nano erdhën një moment në 2002-shin, kujtohet. Po? 4 vjetë e kështë fut në burg Sali Berisha Fatos Nano. Dhe u sollën si politikan dhe bën një marrëveshje të madhe dhe bën mosiun presidente shumë gjëra tjetër. Kujtohet. E mbajmë, po. Tash këta janë çuna 30 me njëri tjetrin, s'flasin, dalin aty dhe ankohen. Po çu ka vjedhë, ai ka marrë 800.000 vota sa çka pas. Listat i bën cop, tash ku i hoqin gjithë vota njëri tjetrit, po çosh ata që kanë ikë nga PD, ai kanë marrë vota PD-s dhe kanë sakatuar PD-n ku në jug aty ku PD-ja është më dobët. Nga do nxjerrin votat. Gjetën dhe këtë genialitetin e votimit diasporës, shumë le ta mbajnë diasporën, donin të shkonin diasporë dhe të hapin kutitë e diasporës. Ti je dakord kulla që kur përdorimi nuk evitohet mirë është ta shijosh? Se kam këto gusto aventure. Flas për seksualin. Edhe politik. Politik. Jemi këtë situatë. Unë jam i mendimit që kur e kupton që je gabim, rishikon gabimin dhe rifillon nga themeli. Jo të bësh sikur ajo gjë s'ekziston. Ti the vetëm një zgjidhje, pra të vend flasim me të huajt dhe negociojnë. Jo tulen me këtë të huajt, këta me cilët po flasim me që do hyjnë BE, tulen me këtë Ramën, me që ka një super gjumë të dhe të shiko, o zotëria, ka mundësi me që do hyjnë BE, të ndryshojmë ca rregulla loje etj. Po kush i bindi të huajt, pra? Këta s'kan fuqi, kanë vetëm 50 Jo, këta s'është puna se s'kan fuqi, këta s'flasin me njëri tjetrin, janë bërë gjithë grupe, edhe brenda partisë tjetër. Pasi po rrifen tani për të dyja palët për deputetët brenda partive, more votat ti ata të listave të hapura me more ti. Edhe këte janë. Po pra edhe këte dhe ne, po kultura politike morçan, mungon kultura politike të folurit. Ta kam thënë dhe herë tjetër, këtu mirë që sikën kryetarët e partive të mëdha, po këtu sikën as ta të vejlit, këtu sikën as ai presidentit Çaut, as ai ping-pong, këtu sikën njeri, më nuk e kupton kush kulturën që kur unë mbet do ikësh. E qartë. Asnjë. Garantoj ja do shohësh, humbët gjithë aty, gjithë do thonë, nuk ikim se i vodhe ky, po jo Berisha që në fund
Fundit është themeluesi dhe kryetari i asaj force politike, po si janë 7 vjet. Po këta s'kam se ikin. Mirë, të rrinë një antar një partie dhe ka çfarë them, do të vazhdoj. Jo, për këta ishin një fitorin që futën. Po them për këta, më janë Ah, të tjerë. të tjerë, po, e Nuk ekziston kulturë këtu. Po për Lulin mas të vjen keq me kulla fare, Kush? Lul Basha, i Kush? shiri dot, Lul Basha. Kush? Më Luli o burr. Mirë. Okej, Ora me. ndro Po argument. pse më dha njëri është dhe ai më burr. Mirë, më problemi është se ky njeriu ishte kandidat për kryeminist 2 Di pra, nuk arriti të bëhet deputet. 2017, jo, po ky ishte ai që komandoi dalje nga parlamenti dhe nga zgjedhjet lokale në 2019. Dhe do jetë përgjegjësia e tij e madhe politike. Thot ai më tha Berisha, bëri ky etj etj. Përgjegjësia është e tij. Ulla, më bëj një parashikim. Nesër është data e tyre në fakt, ë? Data kujt e dio? Data e tyre është 17 maj. Atyre që dalin me biçikletë bëjnë. Data e marrëveshjes pra. LGBTI plus? Jo, data e marrëveshjes. Të vërtet dalin bicikleta mendova. Po dhe atyre me bicikletë dhe këtyre me 17 maj. Nëse Okulla më bëj një parashikim, vlla. Shoh në media që ka tension midis shtetit, dhe them nuk e di është spakun loja apo jo, po duhet të jenë këta të BK-s, kam përshtypjen, dhe njerëzve shumë afër pranë kryetarit të PSD-s, Tom Doshit. Si e parashikon, do ketë përplasje, Rama, Doshi, tani që Doshi ka marrë 3 deputet? Doshi 3 kishte 3 mori. 3 mori, po pra. Edhe është... Po ndoshta ka ndryshuar pak loja, pra. Po s'ka ndryshuar, Doshi është një nga ata që ka humbur bastin e vet publik që bëri. Tha unë do bëjem i rëndësishëm dhe do bëj një grup parlamentar për 7-8 deputetësh dhe nuk bëhet qeveria pa mua. Tash i mbaroi. Ramës intereson të ketë 3 Doshit, nga 83 bet 6. Sheftis janë aty. Rama sot, po të doj, i merr i mbledh bën 94 vota dhe ndryshon kushtetutën, e vë bastun. Nga ti marri ato, se 3, ja e zëmë se... Dë nga partitë e vogla, nga këta, gjithë, di si do kërkojnë ata? Ardhmen e Doshit me parashikon do të çdo jetë? A nuk e parashikon do të? S'kam pas, u bëko se kam takuar Tomën, kam pas gjithmonë një marrëdhënie të mirë me të, po mendoj që politika është arti i të kuptuarit politikës, i negocimit etj etj. Ka konfirmuar 3 deputet, por nuk arriti do të bëj grup parlamentar dhe shi duhet të shohim mbijetesën politike. Është dhe vetëm duke deputet apo ishte parë në Shkodër? Po besoj që po. Duhet të shohim mbijetesën e tij politike kaq. Duhet të shohim mbijetesën politike nëse do jetë marrë, do jetë djathtë nëse ashtu. Të pyeta për Lunin, po nuk më dhe shumë kështu. Po për Metën më burr. Meta kishte dalë 3 nga listë e hapur, kishte marrë 7-8 Meta ka bërë një gabim të tillë, është serinë e gabimeve rreth që ka bërë. Duhet të futen listë sigurt më valla. Nuk kishte kushte që të konkuronte kur s'është jashtë. Tonë provonte vetëm në fund. Po mirë, rregull e provoj, mirë pafsh. Siç ka provuar gjithë gjërat e tjera dhe ka marrë kostet e shkatërimit. Ishte njeriu më i rëndësishëm i politikës në Ballkan para 6 vjetësh, o çan. E di. E pra. Po tani më kulla, si ka mundsi që duron ai më burr? Pas gjithë këtyre që po i ndodhin, si ka mundsi ku i gjen qetësinë dhe nervat që Të di kështu, është karakteri fort. Ka qenë gjithmonë karakteri fort. se duhet thënë që i ka të gjitha në disfavor. Votat nuk arritin dot të futen në parlament. Në burg është, në paraburgim. Këtu të që 13-a. Nuk është paktën as në Durrës, e kupton ti? Do ishte në Durrës do ishte më mirë. Se është burg më miqësor, ai është më Karakteri fort. silulishte. Urdo? Karakteri fort, e ka pas gjithmonë karakterin fort. Dhe ti thua tani Meta është nga ata tipa se ti e ke njohur, është nga ata tipa që Edhe unë e kam njohur dhe ti e një mirë. po pra, dhe unë e njoh pra, po ti e ke njohur në plan tjetër, se është nga ata tipa që për shembull mund ta duroj dhimbjen për një kohë shumë të gjatë, për vite të tëra dhe nuk reagon, për shembull apo do ketë një reagim. Se di, nuk e di. U bë kohë se kam takuar, s'di ç'të them. Nuk di ç. Shumë e çuditshme është. Se të paktën Berishën e futi ky brenda një vit. Po Berisha ishte gjithsesi keqësh ore. Po do izoluan dikush keqësh si në shtëpi si në burg. Po të paktën mbi 2 kyçijave ai ishte në shtëpinë e vet Berisha. Dilte bënte atë xhironte taracë vet, komunikonte me media etj nga dritarja. Në një vit të thap. E mba mend çat kam thënë kur ka dalë nga presidenti. Prit, po them gjë tjetër. Po ky që është brenda mor E mba mend çat kam thënë nga çat kam thënë kur ka dalë nga presidenca. Kush Meta? E ka thënë dhe shprehun se kam kuptuar asnjëherë. Të kam thënë, ky duhet të ketë kujdes Nga nga trishtuarit dhe nga përndriturit. kjo ka bërë mister për mua, kjo shprehje për shumë njerëz, nga shkuar, nga thënë pse kulla nuk e analizon çdo më thënë kjo. Po mirë, në rregull, e kupton vetë zoti Meta. Tash është koha që zoti Meta s'është burr i mençur edhe i ditur edhe me karakter të fortë. Ç'duhet të bëj? Duhet të reflektojë në raport me gjithë këtë situatë që ka. Po do të bëj një reagim apo jo? Se di ç'do bëj, nuk e di, e di ai ç'do bëj. Unë di çat kam thënë në atë kohë. Shpret akoma. E di që s'un beto të atë në asgjë, s'ke që atë unë basësh. Plaset fabulat tjetër në ekran, let jo. Po kujdes, e treta bet e dytë.